që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Ashtaqtu bil ahbabi", tha jam përmëllu, tha, për të dashurit e mi. Atëherë shokët ishin ata të cilët do ishin çdo fjalë të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam ta marrin, ta përvetsojnë, ta analizojnë, ta fusin e zemra dhe në gjoksit e tyre, sepse ishte çështje dhe është çështje besimi burra. Sepse ku i mungon dashuria Rasulullahit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ma shumë se çdo gjë që posedon, ai nuk është musliman tamam. Këtë e themi haptas, mas pare këshilloj vetë dhe tjerë, edhe njëre përsëritin. Ata të cilët ju mungon, ose atyre të cilëve ju mungon dashuria Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam para çdo gjëje që posedojnë, nga evladet, nga pasuria, nga nipe mesa, nga pas arsit, para arsit, nga ate që lajnë nga kapitali dhe dituria, gjithë shka që posedojnë, nëse Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam është rrafshin, të cilëve e zbaton dashurin si njeri dhe krijes dhe robi Allahu dhe pejgamber i dashur, atëherë është mangu çdo gjë. Prandaj tha kështu para shokëve Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, jam përmalluar për të dashurit e mi. I thanë, ja Rasulullah, alasna ahbabuke, e neja nuk jemi të dashurit e tu? Realisht ishin të dashurit. Ishin ata nga zemra e tyre buron të sinceriteti. Ishin nga zemra e tyre që buron të krenaria. Ishin nga ata të cilët e mbrojten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në ditët më të vështira. Ishin ata që e trazuan vetë vetën dhe ishin ata të këndellurit në mendjet e tyre dhe zemrat e pastërta, dhe nuk bëjshin dhe nuk u angazheshin me asgjë përveç asaj që e urdhëronte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, por ishte poeta dikun tjetër vëllezër. Kur kjo pyetje ju erdhi nga sahabët, ja Rasulullah, a nuk jemi ne ata të cilët jemi të dashurit e tu? Nuk ishte përgjigja jo, por ishte sqarimi diku tjetër. Tha entum ashabi, ju jeni shokët, kohaniket, njerëzit që ndaj dertin dhe njerëzit që u angazhuan në dinën e Allahut bashkarisht. Ju që mpat, ju që jetuat, ju që e përjetuat Islamin përse afërmi. Por janë, tha, një gjenerat që do të vijë dhe ata janë në pritje, nga njerëzit të cilët nuk do të më shohin, nuk do të qëndrojnë me mua, nuk do të jenë prezent me mua, dhe ata do të jenë në vlerën e lartë, po që se janë të kapur me Kur'an dhe Sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.